shumë e rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauco Mufca. Subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Nuk e di, kjo më shumë duket lojë, nuk më duket e sinqert nga ana e PDK-s. Në momentin që opozita e qep një kandidat të përbashkët, me njëherë do ta bëja këtë punë. Gjëja e parë se do ta bëja. Sepse nuk Në temi shumë e rëndësishme është që Kosova ta ketë presidentin, vetë se sa që ai ta ketë emrin Glauco Mufca. Shumë e rëndësishme është që ta kemi një president. Kjo është e para. Pastaj për emrin mund të pajtohemi, mund ta gjejmë një konsenzus mes subjekteve politike. Unë që kom pa deri tash të dy subjektet politike nuk kanë qenë të vullnetshme me propozu emra. Kjo është edhe arsyeja pse jemi këtu ku jemi dhe nuk më duket që deri tash kemi gjetë një zgjidhje. Natyrisht do të besojmë zgjidhjet deri në fund. Janë edhe 12 dita, 13 kanë me deri në fund. Por kryeministri tashmë besoj që do t'i drejtohet edhe një herë partive politike. LDK-ja ma ka lënë përshtypjen që do të takohej, jo veç edhe një herë nëse ka nevojë, po më shumë se një herë. Dhe ta gjejmë një zgjidhje për presidentin. Le të themi më shumë barra e provës, ta quajmë në këtë rast bie mbi opozitën, që të na propozojnë ndonjë emër, kurse ne t'i japim votat tona. Kjo ka qenë edhe ideja. Është shumë e kollajshme për opozitën që t'jap emra. Siç e dini, mazhoranca tashmë i ka 66 vota dhe do të mund t'i vendosë në funksion të zgjidhjes së një presidenti. Por po them, në momentin që opozita e gjen një president të përbashkët dhe e propozon para nesh, e ky nuk do të thotë që të ishte propozimi krejt opozitës, po spaku i 2 prej partive politike, unë mendoj që do të ishte shumë i lumtur të tërheqja kandidaturën time. Sa si është dërguar PDK-s ftesë zyrtare? Por nëse kjo nuk ndodh dhe tërhiqet kandidatura, nuk e zgjidh problemin. Këtë është çështja. A do të dërgohet PDK-s një ftesë zyrtare siç ka kërkuar? Ata me sa e po shumë kanë kërkuar disa sqarime shtesë? Kanë kërkuar një ftesë zyrtare ku do të dihet se cila do të jenë hapat e takimit dhe sipas tyre si garancë që situata do të merret me seriozitet, siç nuk është marrë sipas tyre. Nuk e di, kjo më shumë duket lojë, nuk më duket e sinqert nga ana e PDK-s. Ka qenë krejt vullneti jonë i sinqert për me e zgjidh këtë. PDK-ja duhet ta kuptoj që problemi është ajo, te forma se se e ka propozuar presidentin, që ne të pajtohemi si mbyll tazi me atë president. Mendoj që nuk është e ndershme dhe nuk i kontribon zgjidhjes një ide e tillë. Domethënë ata, me sa e kam kuptu formën që e kam propozuar ata marrëveshjen, është që ne të hyjmë në atë marrëveshje, kur hyhet në atë nuk mund të dilet, por hapi i hyrjes në atë marrëveshje nuk është me identitetin e emrit. Identiteti i emrit zbulohet më vonë nga ata. Kjo është problematike. Nuk ka kësi marrëveshje në botë kërkon. Kështu që çka mund të sqaroj kryeministri Kurti më shumë se sa një takim të sinqert, ku qiten emrat në tavolinë, ku Partia Demokratike duhet të zbuloj emrat para marrëveshjes dhe pastaj të shohim se apo mund të kemi konsensus për ndonjërin prej emrave të tyre. E joni ta nënshkruajmë një marrëveshje në parim, e cila pastaj na dëmton shumë nëse dalim për asaj marrëveshje. Ajo pastaj e fajson vetëndosjen ashtu. Nëse e propozon një emër i cili me të vërtetë është një i pakapërcyeshëm për vetëndosjen. E të tillë emra në PDK ka plot. Kush mund të jetë pakapërcyeshëm? Nuk e di, mendojeni vetë. Do të Gjeje.